Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Në fushatën elektorale të 11 maj sigurisht nuk janë vetëm partitë tradicionale, partitë e mëdha, partitë parlamentare, por ka dhe partitë të tjera. Një prej tyre që ka krijuar një profil të veçantë, interesant në vitet e fundit është edhe Lëvizja Bashk. Drejtuesin e saj zotin Alin Qori, unë e kam sot të ftuar në emisionin tim Dekalog. Është e parë që e ftoj, por shpresoj që ta kem dhe tjera dhe unë nuk futem në atë që shiko, këtë e ftoj, këtë se ftoj, këtë kështu. Zoti Qori, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për mundësinë. Unë siç e thash edhe në fillim që ne gazetarët edhe për shkak të prezencës së parlament e kemi atë që shikojmë partitë e mëdha, rrim me kronometër në dorë që sa minuta këtij, sa minuta atij, por do ishte shumë interesante dhe unë e kuptoj këtë që një masë njerëzve duan partitë të reja, fytyra të reja, por sa e mundur është kjo, se kjo është pyetja $1 milion që unë po ta bëj në fillim, se zakonisht hyrjet janë kështu të lehta. Po sa e mundur është kjo, se ti je përballë të gjithëve, domethënë, nëse PS-ja ka përballë PD-n, PD-ja ka përballë PS-n, ti je përballë të gjithëve. Po, unë nuk jam vetëm përballë establishmentit korruptuar edhe oligarkisë ekonomike. Ka me vete mbi 6.000 antarë të Lëvizjes Bashk dhe po ashtu shumë më tepër votues të 2023 që kanë votuar për Lëvizjen Bashk dhe që unë besoj që sot ose në zgjedhjet e 11 majit kanë për të votuar sërish dhe më shumë për Lëvizjen Bashk. Por kjo nuk është vetëm një luftë midis dikujt që ka pushtet dhe dikujt që s'ka pushtet, por është edhe luftë midis të padrejtës dhe të drejtës, korrupsionit dhe ndershmërisë, paaftësisë qeverisë dhe kapaciteteve për ta mirëqeverisur vendin, mungesës së ideve, programeve dhe një ideje të madhe të mishëruar një program kompleks për transformimin e vendit. Çdo qenie lind e vogël apo jo, domethënë, edhe njeriu, edhe bima, edhe gjithçka tjetër lind e vogël. Lëvizja Bashk ka lindur para 2 vjetësh e 3 muajsh si parti. Kemi ecur shumë shpejt përpara në kuptimin e organizimit, e antarësisë, e impaktit në opinionin publik. Më lejoni t'ju jap vetëm një shifër. Pëlqyeshmëria për mua sipas sondazheve në zgjedhjet e kaluara në Tiranë ishte 11%. Në zgjedhjet lokale, në 23. Po kishin specifike. Jo, pëlqyeshmëria, nuk po flas për pëlqyeshmërinë, jo për votën. Pra, bëhet sondazhi atë pëlqen as të pëlqen, më kupton? Pa i që të pëlqen voton. Një pjesë atyre që të pëlqejnë votojnë sigurisht. Jo të gjithë ata që të pëlqejnë votojnë, se dikush më pëlqej edhe 2-3 vete dhe pastaj një vot ka. Kështu që pëlqyeshmëria për mua në vitin 2023 në Tiranë ishte 11%, dje kur u mat për herë të fundit ishte 25 apo 26%. Kështu që sot ne po avancojmë goxha mirë. Kështu që mua nuk më duket vetja sikur jam vetëm përballë të këqijve, më po unë edhe vetëm përballë këqijve të luftoja. Ti nuk e garuar. Jo, nuk kemi qenë. Ju keni garuar si Lëvizje Bashk vetëm zgjedhjet lokale të Tiranës në vitin 2023. 2023. Ka qenë vetëm përvojë jona elektorale si parti. E kishit një çik bosh, domethënë për ta, domethënë me ato që ndodhin në Partinë Demokratike. Kishim Partinë Demokratike përpara dhe mundë, Partinë Demokratike zyrtare. E po se kishte ato probleme. Kishim koalicionin e zotit Berisha që doli në vend dytë dhe sigurisht koalicioni zyrtar. Okej, do bëj një ndërhyrje, një ndërpret, kërkoj ndjes, por ne kemi detyrimet me sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog, Manigram Akinvest, që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Por Manigram Akinvest ka një risi këtë herë, unë do lexoj diçka shumë interesante. Akinvest Manigram nga data 14 prill deri në datën 14 korrik do të zhvilloj një lojë promocionale shumë interesante. Ti që transferon në Manigram, kështu quhet loja, eja dhe fito. Për të bërë pjesë e lojës, ju duhet të kryeni një dërgesë ose tërheqje në Manigram brenda datave 14 prill deri në 14 korrik. Pra mos e harroni, 14 prill deri në 14 korrik. Më 20 korrik hidhet shorteku, do të shpallën fituesit. 6 fitues fitojnë 500 euro ose 50.000 lekë të rinj, nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta, dhe e dyta, 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Pra, e lexojmë edhe një herë. 6 fitues fitojnë nga 500 euro ose 50.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 1 deri në 2 transferta. 7 fitues fitojnë nga 1.000 euro ose 100.000 lekë të rinj për person, nëse kanë kryer 3 ose më shumë transferta. Më 20 korrik ndiqeni për të parë rezultatin e shorteut. Faleminderit Manigram për mbështetjen. Kthehemi në bisedën e lirë. Zoti Qori, mos kemi merak se këto minutazh nuk e vendoste, është jashtë asaj, do të është plus. Edhe për 5 minuta kohë jam I lumtur, kështu që jo, mos të jesh kaq modest.
Zoti Qori, e para njerë, si prezantohesh, kush je ti? Okej, një pjesë e njerëzve u njohin, një pedagog në Universitetin e Tiranës etj, po unë do doja pak më shumë. Do them, kush është familja jote? Tani, unë kam lindur në Tiranë në 11 nëntor të vitit 1981 nga një familje e përbërë nga Imat, që ka punuar oficer. Oficer, ushtarak? Oficer, ushtarak. Kabiles ka qenë pak kohë edhe pedagog në Shkollën e Bashkuar. Dhe si quhet baba juaj? Muhamet Qori. Nuk si emri i orë. Po se di, Unë jam diplomuar, do të thënë edukimin e parë, sepse pastaj kam bërë kapërcime të tjera, unë kam ushtarak dhe tani po më vjen pak si emri i dyja. Ndoshta jo ka dhënë mësim, nuk e di. Po ndi që nga fundi viteve 80 ka dhënë disa vite mësim në Shkollën e Bashkuar. Ka qenë me profesion inxhinier, ime më po ashtu ka qenë inxhiniere. Do të thënë ishte inxhinier që jepte mësim aty? Ka qenë oficer, po ka pasur një shkollim dytë si inxhinier mekanik, domethënë. Jo, se kështu ishte sistemi në atë kohë, domethënë dhe pedagogët edhe domethënë. Jo, ishte shkollimin e parë që ishte për oficer, domethënë, por pastaj rrugës për shkak të punës që bënte, ju desh bënte një shkollë. Dhe ai jetonte në Tiranë. Imat ka ardhur nga një fshat i Tepelenës. Nga cili fshat? Gusmar i Kurveleshit. Ime më ka qenë inxhinier, ka lindur në Tiranë, po me një familje me origjinë nga Përmeti. Nga Përmeti. Ime më. Shumë jeni ju përmetarët më burr. Edhe Tepelenësit. Po se di, po fatkeqësisht janë zona të shpopulluara shumë, domethënë, kështu që bie që më shumë përmetarë Tepelenas gjen Tiranë sot se sa. Kam vetë damar nga Përmeti, gjysha ime nga Përmeti, kështu që. Se sa radhë vende. Po dhe unë jam rritur në Tiranën e funditeve 80, aty kam kujtimet e para, ku e kishe shtëpi? Mbrapa ishte ambasadës italiane, ku sot është ambasadë amerikane, te rruga Budi, në një vend ku i privilegjuar pas ke qenë. Po tani, familja ime i përkesë shtresës mesme të asaj kohe, që nëse mund ta quajmë privilegj nuk e di domethënë. Mirë po unë mbaj pedagog në akademi është stres e lartë, se the rroga duhet të qenë mashallah një 12.000 lekë në atë kohë, pas keni jetuar shumë mirë. Por ama unë di që unë si gjithë tjerët haja bukë sheqer e ujë në fund ditës. Ishte aq keq. Bukë sheqer e ujë, po e mbaj babin pedagog në shkollë. Po s'kishte asgjë, po. S'kishte asgjë në për dyqane. Bukë me sheqer me ujë? Bukë sheqer e vaj patjetër, po pastaj në ca kora, nga ekstremi fare, fillim 90-a e kështu me radhë, shkuam gjithë tek unë jetoja në Tiranë. Bukë sheqer e ujë. Unë jetoja në Tiranë, kështu që. Unë kam ngrënë bukë sheqer. Djali një pedagogu nuk besoj, do të nuk e besoj. Ju e dini shumë mirë që ato ka pas kollona. Po ishim unë, im vlla, prindërit edhe halla e tonte me ne. Jo sa fëmijë ishit dy? Dy. Jo, do të jetonit shumë mirë. Po tani çfarë them unë, kujtimet e mia këto janë që ndër të tjera, sigurisht jo për ditë, por ju kishit shtëpi pallat afër ambasadës italiane ose amerikane, se ata e morën në rrugën Budi asaj kohe. Mos të ka rënë rasti që të kesh parë atë në qershor të vitit 1990 atë Skodën? Po e kam parë. E ke parë me sytë tu? Patjetër po. Ti je dëshmitar? Po. Skodën te ambasada italiane, po. Jo te ambasada gjermane, te ambasada italiane, po kam qenë. Ambasada italiane po them unë. 9 vjeç, se ambasada gjermane mori famën, po në 23 qershor. Mbaj mend turmën e njerëzve që vinte vërdall aty, po. Luan Laze bashkë me një grup shokësh të tij dhe më Buran Kalaj që ka vdekur i shkreti, ishte iniciatori dhe unë i ka rënë ambasadës amerikane sot italiane me Skod, me Saurel. Dhe në fillim bën një manovër se nuk donin të shtypnin policat që ishte. Herën e dytë i ranë dhe sepse makina i ka rënë nga mbrapa, po. I ka rënë nga mbrapa. U kam qenë 9 vjeç. Do kam lidhur 81 në 90. Okej, 8 vjeç e gjysmë. Si përjetova? Ti qenë për po mbaj mend shumë çka sepse nga rruga ime, nga rruga Budi kalonin edhe protestuesi ku shkonin qytetin studentë. Do të ti kishe te rruga Budi apo te rruga Budi? Nga ambasadë, mbrapa ambasadës, po edhe makina nga mbrapa ka ardhur për Tiranë. Pra nuk ka ardhur nga rruga kryesore, ka ardhur nga mbrapa, ka qenë një rrugë aty dhe i ka rrozuar murin. Makina ka ardhur nga rruga Elbasanit. Dhe pasaj ka qelluar aty dhe pasaj do të thënë bëri një larg, bëri nga rruga Budi, erdhi përsëri dhe pasaj i ka rënë kështu. Dhe ti më mend atë moment. Mbaj mend shumë gjëra. Sa ishte ora? Ka qenë ndoshta mesditë tani. Mos e egzageroj tani edhe me orën e saktë, por në kujtimin tim ka qenë mesditë. Sa ta i morën për të dhëur, Ti kishe njerëz të tjerë aty se po më fut në një gjë tani që po më ngasmon shumë. Do të thënë Alin Qori, dëshmitar. Po ki parasysh asaj kohe prindrit shkonin në punë. Më të madh që ka ngrënë regjimi asaj kohe. Prindrit asaj kohe shkonin në punë, kështu që un kam qenë pas shkollës ose jo, mund të ketë qenë pushimi i shkollës sepse ka qenë qershor, domethënë, si soli. Ti qenë pas shkollë, në kuptimin kishte mbarë. Pas shkollë, por ne rrinim me çelës në qafë atëherë, në kuptimin mund të ishim klasë parë, klasë 2, nuk është se kishim njëri kush kujdesej për ne, domethënë rrinim tu vajzash djemsh aty te oborri pallatit luanim. Kemi pas luajtur edhe te një fushë midis ambasadës asaj kohëshme italiane dhe Muzeut Marksizëm Leninizmit që sot është
Ambasada italiane. Aty ka qenë një fushë, luante gjithë lagja. E që është bërë pallati? Janë bërë 4 pallate aty. E kanë zaptuar. Një nga fushat që kanë zaptuar ka qenë fusha ku unë kam luajtur gjithë fëmijërinë time. Domethënë ti do këndosh këngën Tomka dhe shokët e tij, tekstin e këngës në kuptimin e shekullit 20, po, një farë Tomka dhe shokët e tij në shekullin 20, ku Gjermani janë oligarkë. Arlin Qorri pas ka qenë Tomka dhe shokët e tij viteve 80 te godina e ambasadës amerikane diku italiane. Jo aq të guximshëm tani. Ti jemi me këmbë tokë, ishin vetëm dëshmitar të asaj ngjarje, po mbaj njëkohësisht. Keni detajt asaj ngjarje? Kur është rrëzuar monumenti Enver Hoxhës, unë kam qenë te kjo fusha dhe kam parë lumin e studentëve. Ai që u ngjitën lart. Jo, që zbritën poshtë. Kur zbritën nga qyteti studenti, që shkuan për të rrëzuar. Tani mbetemi te makina që qelloi portën. Tani çfarë përjetimi, domethënë si e përjetove të thonë? Si më një fëmijë 9 vjeç? Në kokën time ka mbetur vetëm imazhi i makinës që ecën me shpejt dhe përplaset dhe pastaj zhurmës së njerëzve dhe kaqtë. Dhe mbaj mend sigurisht edhe në ato ditë para dhe pas asaj ngjarje, shumë njerëz që vinin vërdall në lagje se donin të kërcenin brenda. Këtë e mbaj mend, po tani mos e egzagjeroj, sikur ka ndodhur dje dhe unë mund të them detaje për çdo gjë. Po mirë, kjo duhet të ketë mbetur në mend ty që nga ai moment ambasada u rrethua me 600 policë. Edhe bësh shërbime aty. Keni parasysh diçka? Shkoj ti në shkollë, shkoj policë. Një fëmijë i mbeten mend gjëra të ndryshme krahasuar me një të rritur, kështu që kujtesa ime mbetet kaq. Sigurisht jam rritur, si thash, në këtë Tiranë shumë të varfër, por solidare, me njerëz që kërkonin më të mirën për veten e tyre, që shumë prej tyre filluan të emigronin. Jo, stop. Që kishte pasiguri, kishte shumë gjëra të tjera. Ishim familja jote ishte kundër regjimit? Familja ime, me sa më kanë thënë, sigurisht, imat ka qenë antar partie, ime më jo. Ishte komunist? Ja, ishte antar partie, po. Ime më vite... Ishte detyra si komunist? Nga këto sekretar... Ka qenë pak vite ka qenë edhe sekretar partie. Ati në akademi? Jo në akademi, më para, kur ka qenë në një divizion, në një repart. Ime më vinte nga një familje me tatin partizan dhe me xhaxhain të burgosur politik, kështu që kishte një, si thuash... Po ku punonte mamaja juaj? Mamaja ime punonte në një uzina tankeve, që inxhiniere mekanike ishte aso kohë. Kam bërë një praktik atje, se ishin këto uzina. Unë mbaj mend që kam pas shkuar i vogël nga herë te puna time më, ja dhe kam futur edhe në tank një ca herë brenda, në tank brenda. Do të ke provuar tankun brenda. Si çfarë përjetimi ke, domethënë? Klaustrofobi, domethënë, ishte një vend i errët me shumë mekanizma brenda. Kishe frikë? Sigurisht frikë ishte. Për familjen time, unë nga me timat kam folur herët për politikë edhe e di që ishte, në vetvete ishte kritik. Ishte kritik i aspekteve degraduese të atij regjimi, të dhunës. Unë kam përshtypjen që pritit e mi për herë të parë kur kanë votuar për PD-n. Për herë të parë. 91-ën. Besoj se po. Edhe në zgjedhjet e 31 marsit, 1991 kanë votuar për PD-n. Po pse besoj? Po sepse ishin të pakënaqur me represionin, me frikën, me degradimin, me gjithçka. Dhe ki parasysh, aso kohë shumë njerëz kishin shpresë. Sidomos pastaj edhe njerëz të arsimuar me gjas, po 91-92 që ka votuar PD-n, pastaj besoj kam votuar kundër PD, sepse prindit e mi pastaj në 92-shin i mori fshesa, e heqën nga puna, i nxorën disa vite pa punë, kemi qenë shumë vite në varfëri. Ai ka qenë momenti i vështirë, domethënë. Po çfarë, me çfarë morën prindët tu? I mat filloi të merre me tregtit vogël, me shumë pak gjëra, ime më pas pak viteve profesori, po. Ime më pas pak viteve arriti të ri futej në punë si inxhiniere mekanike, mirë po kemi kaluar sigurisht vështirësi ekonomike, mirë ka pas një gjë që shumë kush që i varfër aso kohë, kështu që nuk kishte stigmë sociale, nuk është si sot që një njeri që është i varfër ja bën gjithë me gisht. Aso kohë ishim edhe në vitet 90, diferencat ishin shumë më të pakta. Më i pasur në Tiranë kishte i Benz, më kupton, nuk është. Ju kur votuat për herë të parë? Unë do kem votuar ndoshta në vitin mbase 2001, tani nuk e mbaj mend. Në zgjedhjet e 2001-shit. Ka mundësi, po. Ose 18-19. Për kë votuat? Tani unë nuk dua ta deklaroj kështu votën time për parti. Ja, këtu kam ngulur. Pa këtu. Por le t'ju them diçka, kam votuar gjithmonë për outsider, domethënë kam votuar gjithmonë për këto parti të vogla, të reja. Do të thonë ti nuk e votuar PD dhe PSD 2001. Po kë ke votuar? Na e tregon. PSD. Tani, vota është e fshet dhe... Vota është e fshet ajo 11 majt, po jo ajo 2001-shit. Eci për para. 2001-shit. Se tregova. Ecim për para. Mos këmgullur, në? Okej, po si u arsimuat ju?
Ju rësimot në Tiranë? Bëra një provim. Gjimnazin? Gjimnazin e Ismail Qemali. Ismail Qemali? Bëra një provim me mirat të tjerë për të hyrë në degën e shkencës politike, i cila sapo ishte hapur. Po pse në politikë? Po se më pëlqente shumë. Të merreshe me politikë? Jo të merreshe me politikë, studioj politikën. Departamenti ku punoj sot edhe si pedagog është departamenti i shkencës politike, që thotë e ka objekt studimi politikën, jo ushtrimi politikën. Edhe unë kam pas shumë qef historinë, që i vogël, lexoja historinë, po, edhe mu duk një zgjidhje shumë e mirë që... E studion akoma historinë? Po, më pëlqen shumë e lexoj. Po, mbaroni këtë që të them. Kam studiuar për shkencë politike, kam hyrë në provim, sa kohë futesh në shkollë me provim, në vitin 2000, me konkurs. Kur jam futur unë, kam hyrë bashkë me mirat të tjerë, edhe sigurisht kam konkuruar në disa degë, fitova të treja degë. Në Universitetin e Tiranës, jo jashtë, asnjë s'ke garuar e shtë. Jo. Po? I ka fitova të treja degët, fitova edhe për financë, edhe për gazetari, edhe për shkencë politike, edhe zgjodha shkencën politike. Pse zgjodha gazetarin? Po e kisha, më duk si më e plot shkenca politike që sa e kishe mesatare në fund të diplomimit? 9.3, 9.4, ndoshta nuk e mbaj më të mirë, domethënë. Po më ngasmova me këtë të historisë. Cili është momenti historik më i rëndësishëm, më delikat që kombi shqiptar, populli shqiptar, shoqëria shqiptare e ka zgjidhur keq? Po tani është e kanë qenë mirë në histori tani, unë do ta bëj këtë pyetje ty. Dakor, po këto pyetjet e thjeshta në fakt janë pyetjet më të vështira, si thua. Unë bëj pyetje të vështira, prandaj kam thirrur të bëj pyetje të vështira, jo pyetje të lehta. Më të rëndësishëm, po ne besoj kemi pas një problem që rilindja jonë kombëtare, kuptimin edhe si veprimtari organizuar politike ka nisur një çik më vonë, e duke qenë se kemi filluar pak më vonë se fqinjët tanë, kemi qenë të ekspozuar ndaj grabitqarisë së fqinjëve tanë. Kështu që revolucioni grek në 1821-shin, Serbi një çik më herët, çik më vonë, krijoi fizionomia e shteteve kombe. Ne për shumë arsye komplekse, historike, e nisim një çik më vonë dhe vazhdojmë t'i paguajmë kusuret. Pastaj gabime sa duash. Jo, nëse ti do dohet ta kishe ti dorë, këtë do ndryshoje. Do ndryshoja, sigurisht më shumë gjëra do ndryshoja unë po. Jo, atë momentin më të rëndësishëm për kombin themë, jo gjëra kështu. Do të thënë, unë do doja që lëvizja jonë kombëtare, jo vetëm intelektuale, se intelektualisht ne kemi filluar mirë, por politike, unë do doja që diçka si lidhja e Prizrenit ndodhte më përpara, më kupton, disa dekada më përpara. Po jo, ajo ndodhi në 1878, por në fakt nuk pati rezultat. Po të fillonte më përpara, do kishte edhe rezultat, do kishte shumë gjëra. Mirë, po kjo është me sigure, tani historia nuk bëhet me sigure. Nuk bëhet me if. Kaloj. Dhe pastaj ju krijuat familjen tuaj dhe filluat punë, gjithmonë keni punuar pedagog? Kam punuar pedagog, më thënë nga viti 2005. Tani nuk e ndihmoni ndonjëherë babin me atë tregtinë e vogël? Jo, po imat punonte në një dyqan që ishte. Po pra ti nuk shkoi ndonjëherë atje që thoshte babit, pushonte pak në shtëpi? Jo. Do të thënë ideja është nuk e bën një punë. Jo, dipse se unë isha i gatshëm ndihmoja prindrit, më prindrit e mi nga që donin shumë shkollën, më thoshtin puna jote është shkolla. Nëse ti mirë shkollohesh, çdo sakrificë jona është krejt në rregull. Pra nuk më kanë lënë prindrit. Pavarësisht se një pjesë kohës kemi qenë vërtet varfër, prindrit më kanë thënë çdo minutë e jetës tënde që mund ta përdorësh për të lexuar dhe për të shkolluar, përdore për të, se të gjitha punët e tjera do i bëjmë ne. Të vinte turp që ishe i varfër? Jo. Po sepse kur unë isha i varfër, familja jonë ishte e varfër, 90% e Shqipërisë ishte e varfër, kështu që nuk turp është kur je një pakicë. Po sot je i varfër? Jo, i përkas stresës mesme. Çdo më thënë që i përkas stresës. Po, kam një pagë që është kjo paga mesatare në Shqipëri sot është. Jo, sa është paga jote? Ja ta them unë, pra, ta krahasoj me pagën mesatare. Paga mesatare në Shqipëri është 830.000 lekë të vjetra, paga ime është 1.100.000 lekë, kështu që i përkas stresës mesme në 1.100.000 lekë ti thua ja del kështu me dy fëmijë mos e po. Dy fëmijë? Po. Se edhe bashkëshortet sigurisht do të kesh në punë. Po. Bashkëshortja çfarë profesioni ka? Kemi qenë shok klase bashkë, shkencë politike, punon në organizata ndërkombëtare. Si duket ajo më shumë se ti? Po, paguhet më shumë se unë, po ja dalim gjithsesi. Po si ja dalim ose pritani? Po tani kemi e para jetojmë në një shtëpi me qera, nuk harxojmë shumë me qera, po. Ti je shtëpi me qera? Po. Po pse? Shtëpia e babit nuk u merr, sepse është shumë e vogël për ta mbajtur gjithëve. Edhe prindrit e mi, edhe ne katër në familjen tonë. Po si është stresë mesme ti që ke pa shtëpi? Po mirë, në të ardhura, stresë mesme i bie. Shumë shqiptarë janë pa shtëpi. Pastaj jetohet shtëpia edhe me qera, nuk është problem domethënë. Je i kënaqur me jetën që bën? Shumë. Jashtëzakonisht shumë. Sepse bëj gjëra që kam pasion. Lexoj libra, edukoj studentët. Sa libra ke në shtëpi? Tani si, po mbi 1.000 patjetër tani.
si kam shumë vite që nuk i numëroj. Kur i kam numëruar para ca vitesh ishin. Po bëj një inventar se libra ti nuk je 25 vjeç, ti ke kaluar 40 dhe tani bën një inventar sepse ti je njëri që lexon. Jo, je njëri që lexon. Libri është. Po unë lexoj. Është Umberto Eco që kam shumë libra, kam edhe shumë fotokopje librash, kam edhe shumë libra që kam lexuar online në PDF, kështu që cili është libri që ke më shumë për zemër që flet për Shqipërinë? Nuk shiko, kur lexon shumë, siç më është dashur të bëj mua për profesion, është vështirë thuash ky libër, më kupton? Gjithsesi, okej, cili është autori yt më i preferuar? Nuk, do të thënë, po të marrim kështu letërsi, sigurisht Ismail Kadereja, sepse kam thjesht aty. Edhe aty gara është e thjesht për të vënë gishtin, do kupton? Megjithëse për poezinë do zgjidha Migjenin pa pikën e diskutimit. Që më the për librat historiografike, kështu më ka lënë bresa libri Kristof Rasherit për të majtën, historinë të majtën së Shqipëri. Historinë të majtën, se i ka bërë. Kështu që ai është libri i mirë historik. Edhe sepse kam përshtypjen Frashëri është dikuar që nga historiografia e Erik Hobsbawmit, që është vërtet një historian me reputacion të madh në botë. Kështu është vërtet libri i mirë. I kanë fyer ndonjëherë këto gjëra për veten tënde? Po, s'm kam pyetur, kur më pyesur, pjesërisht tek tu këto një gjë, po, që ky diskutim nuk shkoi nga programi, po përqendrohet tek tu. Jo, hajde më mirë. Po më shkruaj nga një gjë, po këto janë më interesante se çfarë do thot pikat e programit të Linçori që i thot në çdo intervistë. Vim tani te 11 maj. Ajo që unë ta kam bërë dhe herë të tjera si vrejtje, po unë sot nuk mund të bëj vrejtje, do bëj pyetje. Bëj dhe vrejtje, s'është problem. Jo, po ta bëj fund pyetje, është Alin Qori dhe nuk ka se ke figura të tjera. Ti do të thosh, po jo është kjo vajza, është kjo, është ky, nuk ke Arlind. Tani, nuk mund prodhohet ti në këto 2-3 vjet edhe një figurë tjetër, 2 figura tjera, 3 figura tjera, djem vajza që ti ke plot aty. Ja të japun përgjigjen. Tani, unë do të them ca emra, do të ftoj që ti ndjekësh pas këtij momenti, se me sa duket nuk e pas mundësinë ti ndjekësh më herët këta si emra. Po i nis nga kandidati i parë që ne kemi për Tiranën, profesori Redi Muçi, një jetë bashkë me mua aktivizëm, një nga bashkëartuesit e programit ton, disa herë pjesë e debateve publike, dhe që sa herë del në këto debate, po e kanë ftuar, dhe më ka thënë jam mësim. Mësimi se lënë mesun. Po sepse punojmë ne, do të thënë, mua më kanë pezulluar nga puna këtë muaj, kështu që e kam lirinë për të. Unë di se ke dhënë dorëheqje. Do të thënë, unë kam çuar një shkresë për kërkesë që një muaj në fushatës dua të jem pa rrogë dhe të mos jem mësim, mirë po para se të shkonte shkresa ime aty lart, erdhi për mua dhe për disa kolegë tjerë, erdhi vendimi që i pezullimi që më rregull është, për mua është rregull, domethënë. Procedurë kjo. Nuk është fort e drejtë sepse të tjerët, se ka shumë kandidatë që punojnë në arsim dhe që nuk kanë mundësinë të jetojnë një muaj pa rrogë dhe që bëjnë fushat mbas orës së punës. Më kupton, dhe është e padrejtë që ti thuash një në punë si shtetit, ti s'ket drejtën që edhe të punosh, edhe pas pune të bësh fushat. Gjithsesi, po i thoja Redi Muçi është i pari i listës tonë, njëri jashtëzakonisht i përgatitur, një kontribues kryesor për programin tonë. Janë i marrë ka po ashtu, dje apo para 2 ditësh, ka qenë një prezantim të dhoma amerikane e tregtisë me të tjerë përfaqësues politik dhe ka shkëlqyer në shpjegimin e programit ton. Po, të tjerë, Mirela Ruko është sekretare organizative para në qarkun e Fierit, antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, një nga këshilltarët më të forta në Bashkinë e Tiranës, sociologe pune me profesion, edhe vërtet qytetare me potenciale të mëdha politike, mund përmendja sa emra të tjerë të mirënjohur, të paktën për komunitetet ku ata operojnë, Artan Kacani për shembull, në urbanist në Durrës, pedagog universiteti. Kemi shumë njerëz që nuk njihen mbase aq sa unë, por kushdo që i njeh për mirë, edhe profesionalisht, edhe si qytetar. Dhe këto zgjedhje janë një mundësi e artë që e gjithë shoqëria t'i njohë. Më kupton? Sepse ka njerëz në Shqipëri që njihen shumë, po njihen për keq, më kupton? Më mirë të njihesh nga më pak vetë, dhe ata që të njohin për mirë, dhe kësaj të krijosh mundësinë të tjerëve të njohin për atë që je. Si përgjigjesh atyre që thonë që Alin Qori është komunist modern? Se ti pas ke pasur një histori me të prestruktuar familje dhe nuk lidhet kjo fare me... Po shko, familjet në Shqipëri kanë qenë komplekse, që thash... Në anë e mamas kush? Xhaxhai, do të thënë vllai i gjyshit tim. Vllai i gjyshit, çfarë ishte i arrestuar? Ka bërë 10 vjet burg. 10 vjet burg, për tentativa rratisje. A tentativa rratisje? Ai kishte qenë pak pas ka bërë. I arsimuar, kishte qenë i arsimuar në Itali gjatë luftës, kishte bërë një shkollë ushtarake, aso kohë, edhe
pas luftës, për disa vite, ndoshta i dekadë pas luftës, e kanë kapur për tentoi të arratisë, edhe fliste kështu vërtet. Po nga ana tjetër edhe stërgjyshi im nga mamaja ka pas damkën e kulakut edhe ka bërë disa vite bukur. Pse e kanë këtë perceptimin dhe si u përgjigjesh atyre që Arlind Qori thotë është komunist modern? Po tani, familja ime, si thash, është komplekse. Ka pas edhe partizan, edhe komunist, edhe antikomunist, edhe kështu. Sigurisht që familja mua më ka edukuar, por nuk është se më ka dhënë idet. Idet i kanë fituar vetë, përmes leximeve, përmes jetës shoqërore. Më thonë sepse unë jam, e them hapta dhe që jam i majtë. Në një vend ku e majta është dukur komplet. Që të flasë për punëtorë, pensionistë, për njështë e varfër. Pëse në politikat e veta agresive, neoliberale është, përvese korruptuar, dhe korrupsioni është për tejt majtës e të djathës, po duke qenë një parti që u shërben oligarkisë, ka ullë taksat për më të pasurit, e kështu më radhë, është një parti që nga pikpamja e programit ekonomik, është ekstremit djathë. Më thoni mua një kryeministër ose një përfaqësues të një partie të qendrës majtë, lehtë majtë, në Evropë që krenohet që në vend e vetë nuk ka sindikata. Zoti Rama e ka bërë këtë gjë, e ka bërë disa herë. Këtu se ka fajnë kryeministri. Këtu e kanë fajnë ata që s'krijojnë sindikata. Fajnë kryeministri e ka se kuadri institucional dhe ligjor në Shqipëri nuk i ndihmon punëtorët. Ai që do të protestojë Arlind, bota ka parë përmbysje gjigante dhe kjo Shqipëria jonë. Kështu që nëse do Arlind Qori dhe Roland Qafoku dhe të tjerë që dalin të protestojnë. Protestojnë, të bëjnë sindikat. Po të bëjnë sindikat. E di çfarë ndodh? Se na ka ndodhur. Të heqin nga puna të nesërme. Disa kryetarë sindikatash të reja që janë formuar në Shqipëri me ndihmën tonë vitet e shkuara, të nesërme janë hequr nga puna. Nga binatorët në Bulqiz, te punëtorët e call centerit, te punëtorët e fasonerisë. Prandaj po them, në Shqipëri nuk respektohet kodi i punës. Fare, është ligji më i shkelur. Në këtë kuptim, si përgjigjesh kur thot zoti Rama që të bën atë ka ca qorrë aty thotë ai? Po mua më vjen keq sepse zoti Rama, pavarësisht se unë nuk kam asnjë mendim pozitiv për të, nuk përfaqëson vetëm veten e vet. Sa kohë është kryeministër, përfaqëson fatkeqësisht, po e përfaqëson shtetin shqiptar apo jo. E nëse i pari i ekzekutivit, edhe njeriu më i pushtetshëm i vendit, ja lejon vetes të flas pa edukat, të stigmatizoj tjetrin për syzet që mban, më kupton? Është turp i madh. Është turp i madh për vendin tonë, për shoqërinë tonë që të ketë një kryeministër kaq të pakdhendur, edhe kaq vulgar, banal. Ti e ke mbi emrin se Nofka kanë dhe vetëm, ti e ke mbi emrin për të trashëguar nga miopia. Po ndoshta, po ti je miop? Tani unë kam syze tani, kam strabizë këtë e di. Sa plus apo minus? 1.25. 1.25 sipas ka fare ti. Unë kam 2. Janë 2 këto. Po edhe të thon ty qor jam unë. Ore, po ne qorra jemi shumë në këtë vend edhe jemi erhatsu si jemi. Problemi është që unë e ti mund të bëjmë shaka me këtë gjë se fundja nuk përfaqësojmë shumë çka në këtë vend ende. Por zoti Rama është kryeministri i vendit, më kupton? Edhe unë kam bërë edhe një lloj paralelizmi, kam thënë, shiko, fëmijët, se unë si fëmijë kam vuajtur, si fëmijët stigmatizojnë njëri tjetrin, ëh. Se të thoshin qorrë i vogël? Patjetër. Të thoshin ë? Po patjetër. Po gjithë kanë thënë se është problem. Po edhe tani u thon. Edhe mua e kishe bullizëm këtë, e kishe. Kohën tonë bullizmi ka qenë komplet normal. Të gjithë bullizonin, të gjithë kanë përshtypje kështu. Dikush për syze, dikush për gjë tjetër. Mirë, po sot ky është problemi i madh. Shumë fëmijë vuajnë bullizmin. Dhe mua më vjen keq që kryeministri i vendit, duke përdorur një gjuhë të tillë, u bëhet krah bullizuesve nëpër shkolla. Biles, unë kam bërë dhe i paralelizëm se me sa di edhe i biri zotit Rama ka të njëjtin hall si unë, domethënë, është me syze dhe besoj do të ketë psuar. Po me syze jemi terrore, çfarë? Do të ketë psuar i ziu një lloj si unë bullizimin, edhe ka vajt ndarkën në shtëpi dhe ka parë jatin e vet që të njëjtën gjë që ai bullizuesin klasi thot atij, jati vet i thot një rivali ti politik. Nuk më duket e hishme. Dhe në përgjithësi, unë mendoj që zoti Rama përveç se një politikan i korruptuar dhe në shërbim të oligarkisë është dhe një njeri pa etik. Se kemi vërtetuar këtë që është i korruptuar, se e di drejtësia këtë. Po tani drejtësia të vë prangat, po që është i korruptuar, që është i pari një vendi ku korrupsioni është galopant. Është votuar. Ore votoi njerëzit. Edhe Hitleri është votuar, por nuk thua dot nuk vrau miliona njerëz me që u votua. Jo, Hitleri është votuar ashtu si është votuar, dimë ai themeloi diktaturën pastaj. Po pra, po e themeloi pasi e votuar. Shiko, është histori tjetër se ti je mirë në histori, tani po, do të them, por mos bëjmë këtë. Tani, me shumë drejtë the këtë çështjen e bullizimit politik e tjera, por më ngasmova me këtë. Unë do të kërkoja regjisë që është një që më bëri përshtypje dhe unë nuk e dija që ishte e partisë tënde, unë e dija se ishte e PD-s. Dhe ka thënë Belind Kılliç në atë karrike dhe e kam ngatruar. Në fakt ajo më thon stafi im që ishte e lëvizjes bashkë.
kur është arrestuar Erion Veliej, një vajzë nga partia jote ka hapur shampanjën. A është normale kjo? Ju lutem rigjen, nëse është e mundur, është e mundur? Është e mundur. Po më e di, unë e kam parë. Jo, që ta shoqërojmë. E kemi? Nuk e kemi për drejtat e autorit. Kupton ti? E më ta them unë më? Po, si është? A është normale kjo? Tani gëzohesh se u arrestuar Erion Veliej? Po që sigurisht shampanja do të qenë shumë e lirë, pa diskutim. Prap shampanjë është, Po pra, po është një gjestë gëzimi për të thënë që më në fund një nga njerëzit më të korruptuar në Shqipëri po merr atë që meriton. Dhe ti gëzohesh që ai ishte në qeli? Pa diskutim. Pa diskutim. Unë po gëzohem, nuk e ndan dot pjesën humane me pjesën e politikanit. Unë nuk uroj që Zoti, unë nuk uroj, unë nuk për një sekond, unë nuk gëzohem ose nuk uroj që Zotin Veliaj ta dhunojnë në burg, më kupton? Unë dua që Zotit Veliaj t'i respektojnë të gjitha drejtat në burg, aty ku i takon të jetë. Pra ne gëzohemi se po vendoset drejtësi. Nuk gëzohemi se Zoti Veliaj për shembull i hyri gardiani brenda edhe e lidhi kokë këm, më kupton? Pra ne gëzohemi që po vendoset drejtësi. Dhe që Shqipërit vendoset drejtësi do të thotë që të korruptuarit të flenë natën në burg, edhe ditën madje të rrinë në burg. Dhe kjo është pjesë e të drejtës. Ne nuk gëzohemi si dikush u rra, nuk gëzohemi si dikush u vra, se këto janë paligjshme dhe të padrejta. Ama që një njeri korruptuar që ka shkatruar me pemë urbanistike qytetin tonë, po shkon drejt burgut, tani është para burgim, po shkon drejt burgut, edhe mua më gëzon. Unë s'kam hapur shampanjë, mund kem bërë një deklarat, por çfarë i the asaj vajzës? S'kam thënë asgjë më. Çfarë ti them? Vajza është zonjë dhe quhet Mirela Ruko, është sekretare organizative. Se duke shëre, prandaj thash unë vajzë. Po është ja 30 ca vite. Në Shqipëri 28 vjeç janë bërë kryeministër ata që pas e kanë vjedhur vendin. Jo, kryeministër në Shqipëri me zë u bë 27 për atë punë, po do thënë dhe Kosaq Kote u bë 28 dhe pastaj u bë 29 Ilir Meta dhe Pandeli Majko. Por jo, më dukesh mere, nëse është aq, kërkoj ndjes, por nuk e njeh. Do ta njihnin parlamentin e ardhshëm. E sigurt? E sigurt. Sa vota mendoj që do marrësh? Më fal, sa mandate mendoj që do marrësh? Nuk e di sa mandate mendoj që do marr. Unë di që ne do dalim shumë më mirë se në 2023-shin. Se si kjo do shpërndahet të mandate varet shumë nga sistemi zgjedhor. 30 sekonda këtu e mbyll me çdo kandidat, mesazhin tënd për zgjedhësit tuaj. Të nderuar bashkëqytetar, unë nuk do ju kërkoj votën për lëvizjen bashk, unë do ju kërkoj që të mendoni shumë përpara se të votoni. Mendoni për të mirën tuaj, mendoni për të mirën e familjes tuaj, mendoni për të mirën e komunitetit dhe të vendit tuaj. Dhe mos mendoni vetëm të mirën e një dite mbas votimit, po për të mirën e një viti, e një dekade, madje disa dekadave mbas votimit. Qofse votoni me ndërgjegje, besoj që herët avon me një pjesë prej jush do t'i bijem në një mendje se alternativa e duhur për vendin tonë është lëvizja bashkë. Unë të falenderoj, zoti Qori, emisionin tim je edhe ndritare, je i mirëpritur, edhe në qoftë se unë nuk e kam programuar, je i mirëpritur në qoftë se ti më bëni telefonat që ketë diçka të re për të thënë. Ndërkohë mbas 11 majit, pa diskutim që je i ftuar në qoftë se ti do arrish këto. T'ju falenderoj në radh parë për ftesën sot. Dhe t'ju njoftoj se unë nuk u bie numrave të gazetarëve. Kur më ftojnë, vete. Do dasëm. Nuk e kishe mendje. Dhe në televizione vjet me ftesë. Kështu që sa herë të më ftoni do vi. Nuk e kishe mendje. Thash nëse ti ke diçka të re, se kur themi diçka të re ndodh diçka që unë nuk e di. Roland, në partinë time ka ndodhur kjo gjë. Nuk e di unë. Ktu e kam fjalën. Jo që ti të më kërkosh mua. Jo. Se ma keq kuptove te. Thash, nëse ka një ngjarje që të tjerë bëjnë në politikë këtë gjë. Unë se bëj. Ti e di, unë e ke ftesën e hapur dhe kjo nuk ka. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, do ishte një intervistë me Alin Qorin, drejtuesin e Lëvizjes Bashk, edhe i cili është edhe kandidat në qarkun e Tiranës. Rrini për emisionin Dekalog këtu në Dritare TV, sepse do kemi intervistë tjetër më njëherë mbas kësaj.